Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun azza wa jalla falenderojmë, dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lutim Allahun xhallahu ala që të na udhëzon në rrugën e drejtë, na ruan nga çdo lejthitje, shtrembrim, devijim. Dhe lutim Allahun xhallahu ala që të na jap stabilitet dhe qëndrueshmëri në rrugën e tij. Lavdatat, paqet, bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vëllezër nderuar, jemi përsëri në vazhdim të ciklit të ligjëratave tona që kanë të bëjnë me emrat e bukur të Allahut azza wa jall. Në fazën e parë të shërimit të këtyre emrave kemi pasur rastin që të njihemi me disa emra të Allahu xhallahu ala, të cilat i kemi prezantuar duke përmendur kuptimet gjuhësore të këtyre emrave, pastaj kuptimet e këtyre emrave në raport me Allahun xhallahu xhelaluhu dhe gjithashtu ndikimin e këtyre emrave në jetën tonë të përditshme. Jemi futur në muajin Ramazan, ku praktikisht është kërkuar nga ne që të dëshmojmë ndikimin e këtyre emrave në jetën tonë të përditshme, duke tentuar që të ndryshojmë, të përmirësohemi dhe dalim nga ky muaj ndryshe nga ajo gjendje që jemi futur në te. Dhe kemi përmendur disa herë të ndëruar se përmirësimi dhe ndryshimi i gjendjes së njeriut nuk është një proces i lehtë dhe nuk është një proces i cili mund të përfundon shpejt, por njeriu në vazhdimsi është në këtë luftë, në vazhdimsi është duke u bartur nga betejë në betejë. Dhe i tërë ky përmirësim dhe i tërë ky ndryshim pozitiv varet se çfarë metode dhe çfarë rrugë ndjek ky njeri për të arritur qëllimin e tij. Dhe duke pas tërë këtë parasysh, kemi thënë se nuk ka diç më efikase dhe nuk ka diç më e përshtatshme për njeriu se mund të ndryshon më tepër se njohja e Allahut azza wa jall. E njohja e Allahut te baraka wa taala bëhet përmes disa mënyrave, ku më kryesore është njohja e emrave dhe cilësive të tij. Për këtë arsye, këto ligjërata nuk janë të karakterit informativ vetëm, por janë të karakterit udhëzues dhe me kohëzgjatje jetësore. Nuk përfundojmë me ndëgjimin këtu dhe nuk përfundojmë me flakin e një vesi të caktuar, mirë po duke pas parasysh se jeta jonë është plot sfida, ngarkesa, telashe, atëherë i bie që këto derse na duhen gjithmonë dhe i përdorim në çdo situatë që ne ballafaqohemi me të. Emri që do të miremi sot me të është një emër që besoj të gjithë ne kemi ndëgjuar këtë emër, dhe është një emër që nuk është përmend shpesh në Kur'an, por aty ku është përmend ka dhënë një domethënie shumë të madhe. Është përmend në një sure prej sureve gjithashtu të njohura për të gjithë neve, por që ndodh me gjithë këtë që ne e dim këtë sure, mos të dim kuptimet e kësaj sure si duhet, dhe rrëdhëmisht nga kjo mos ta ketë ndikimin e duhur në jetën tonë të përditshme. Kjo ajet ka në surën Al-Ikhlas, emri Allahu xhallahu ala Samad, që është për emrave të bukur të Allahut te baraka wa taala, dhe që me të vërtetë njeriu kur të lexon trajtimin e këtij emri dhe kur të lexon atë çfarë dietarët kanë thënë me këtë emër, sheh se sa na ka ndërua Allahu xhallahu ala me njohjen që e ka bërë për neve. Dhe sa na ka ndërua Allahu xhallahu ala me këtë Kur'an e me surat e tij dhe me tëra që është përmendur në te. Sura Al-Ikhlas është për surave të njohura që mendoj çdo kush për neve din, ku është e njohur se surja Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Kjo sura, sikur që e keni të njohur dhe kur e kemi komentuar atje, e ka një shkak të zbritjes, dhe ky shkak i zbritjes i jep kuptim edhe përmbajtjes së kësaj sure.
është transmetuar se kanë ardhur Kurajsh të Mekës tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe kanë thënë sif lana rabbak. Na përshkruaj Zotin tënd çysh do këtaj. Ata e mësu që zotët e tyre të jenë nga ata që preken dhe duken. Dhe njohja e tyre me zotët e tyre ka qenë përkufizuar në këtë drejtim. Nga zotët e tyre nuk kanë pas ndikim aktiv në jetën e përditshme. Prandaj ata nuk kanë kuptuar, sikur shumë njerëz sot, se Zoti që adhurohet, jeta dhe bota e tëra sillet rreth urdhëve të tij, rreth emrave të tij. Ata kanë menduar se Zoti është një formë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është duke e fshehur Zotin e tij. Andaj është duke e prezantuar për atë sa i dën. Për këtë arsye i kanë thonë sif lana rabbak, pak më shumë na fal për Zotin tënd. Çu çdo këtaj. Pe ka ardhaj. E pyetje të ngjashme që kanë qenë të përshtatshme për Zotin e tyre. Atëherë ka ardhur përgjigje me kul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Emri Allahut as-Samad është përmend vetëm një herë në Kur'an. Është përmend vetëm këtë sure. Mirë, pasi kur të mësojmë është për emrat Allah xhallahu ala, që nuk ka emër në Kur'an që përmendet e që nuk është i lidhur me emrin Allahut as-Samad. Dhe nuk ka emër në Kur'an i cili nuk buron nga emri Allahut al-Ahad, sikur do të mësojmë. Prandaj me drejt surja al-Ikhlas është 1/3 e Kur'anit. Jo në kuptim të asaj që njeriu kur të lexon 3 herë kul huwallahu ka bërë hat me Kur'anin, po në kuptim të përmbajtjes së madhe të Kur'anit, 1/3 në asaj përmbajtje e ka marrë me vete sura al-Ikhlas. Nga se nuk ka përshkrim më të bukur, më të mirë, më të përmbledhur për Zotin ton që ne e adhurojmë, se ajo që ka prezantuar sura al-Ikhlas, nëse ne e kuptojmë drejt. Emri Allahut as-Samad është përmend një herë në Kur'an dhe gjithashtu është përmend vetëm një në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo na mjafton neve si argument se është emri Allahut azza wa jall. Nëse fakti se është përmend rrallë, ne dim se ajo që është e rrallë është e shtrajt. Prandaj jo që emrat e tjerë të Allahu xhalla xhelaluhu nuk janë të këtill. Mirë po, me të vërtetë ky emër i sjellën këtë sure dhe i përmendur me këtë rrallëshmëri veç një herë domthonë në Kur'an e ka kuptimin dhe ka domethënë e vet. Dietarët e Islam kur kanë folur për emrin Allahut as-Samad, sikurse Sheikhul Islam ibn Taymi rahimahullah në komentimin e tij që ja ka bërë surës al-Ikhlas, flet duke mbushur me shumë faqe duke mbushur rreth kuptimit gjuhësor të këtij emri. E që ne ndoshta do të privohemi nga 90% me këtij sqarimi për shkak të mungesës së njohjes së kësaj gjuhë të bukur të Kuranit. Por do të mundohem që me lejen e Allahu xhallahu ala të përmbledhë kuptimet kryesore që dietarët i kanë përmendur rreth këtij emri për të kuptuar drejt çfarë nën kupton emri Allahut as-Samad, e pastaj të kalojmë tek ajo e zakonshme ajo tek ndikimi i këtij emri në jetën tonë të përditshme. Por para se të kaloj te kjo, gjithashtu një përkujtim të zakonshëm që kemi thënë disa herë, se me të vërtet është dasht që njeriu pas kësaj njohjeje me të vërtet të grumbullon fuqi nga kjo njohje për të ndryshuar raportin e zemrës me Allahun azza wa jall, për të ndryshuar gjendjen e tij në raport me Zotin e tij. Për shkak se kjo njohje, nëse një njohje e thjesht e kësaj bote, njeriu mund të sjellë të mirat shumë në këtë botë, të ndron gjendjen shumë. Atë mendoj se informimi jon dhe njohja jon për Allahun xhallahu ala përmes emrit të tij as-Samad duhet të ketë me të vërtetë një ndikim dhe ndryshim të madh në jetën tonë. As-Samad në gjuhën arabe është përdorur për njerëz. Mirë po,
gjithmonë në kuptimet kufizuara. Andaj emri Allahut as-Samad në kuptimin e tij të përgjithshëm nuk i takon askujt pas Allahut azza xal. Askujt nuk i takon pas Allahut xhallahu ala. Për këtë arsye edhe shumë nga dietarët emri Allahut as-Samad e kanë krahasuar me emrin e tij Allah. Sikur që askush nuk mund të emërtohet Allah, askush nuk mund të emërtohet Samad. I ngjashëm emri Allahut ar-Rahman, që askush nuk ka mundësi të jetë ar-Rahman. Prandaj bën pjesë në këtë kategori të emrave të rrallë dhe që kuptimi i tij gjuhësor nuk mund të jetë asnjëherë i përshtatshëm për një krijesë nga gjitha aspektet. Mund të merr diç krijesa nga ai, por gjithmonë mbetet i varfër dhe i mangët në kuptimet e tjera të këtij emri. Prandaj as-Samad në gjuhën arabe është quajtur ai që i kanë thënë es-Sayyid, Zotriu, ai që nuk bëhet asnjë punë pa lejen e tij. Sikur që është kryetari, udhëheci i kabilës që kanë pasur përpara, dhe ka qenë ditur se udhëheci i kabilës ka pasur të drejta, domthonë të pakontestueshme, që tërë fisin ta futë në luftë, pavarësisht a dojnë ata apo nuk dojnë, pa e konsultuar askën dhe pa e pyetur askën. Prandaj njeriu që ka pas kësi fuqi ekzekutive në kabilën e tij ka thonë Samad. Gjithashtu njeriu që ka qenë tet i theksuar në profil të caktuar. Për shembull, njeriu i cili ka qenë shumë i dijshëm, apo që sa i përket asaj kohe ka përfunduar shkencat e ai, ose ka përfunduar dijet e ai, i kanë thonë Samad. Ose njëri që ka qenë domthonë skajshmërisht bujar, i kanë thonë Samad fi karamihi. Prandaj domthonë kjo Samad është përdorur për njerëzit, mirë po thash asnjëherë jo sikurse i takon kuptimi Allahut azza xal. Gjithashtu Samad përdoret për dikën që njerëzit e synojnë. Njerëzit e synojnë qoftë për kryen e nevojave të tyre, qoftë për smundjet e tyre, të lashët e tyre, kur kanë pasur një njeri që ka shkuar tek ai janë rrëfy, ati njëri arabët i ka thonë Samad. Këto njësa kuptime gjusore që dalin nga emni Allahut as-Samad. Ndërse përket emnit e Allahut as-Samad dhe kuptimit e tij në raport me Allahun xhallahu ala, normalisht duhet që të konsultojmë edhe me kuptime gjusore, mos shkojmë larg. Andaj janë një varg kuptimesh që kanë thënë për emnin Allahut as-Samad, e unë dua që t'i përmeni për juve sot 5 kuptime të emrit të Allahut as-Samad, e që fundi djetarët kanë thënë se të gjitha këto kuptime mund të përdoren për emrin Allahut as-Samad dhe nuk janë në kundërshtim njëra me tjetër. As-Samad është kuptim me Allahun azza wa jall, është ai që të gjitha krijesat kanë nevojë për të, dhe të gjitha krijesat për të gjitha nevojat i drejtohen atij, ndërsa ai nuk ka nevojë për askën, dhe ai nuk i drejtohet askujt. Të gjitha emrat Allahu xhallahu ala me një rrafsh do të thotë na shpihen tek ky kuptim. Është emri Allahut as-Samad ka përmbledhur të gjitha emrat e kuptimeve, të gjitha kuptimet e emrave të Allahut azza wa jall, se të gjitha krijesat kanë nevojë për Allahun azza wa jall. Do flasim tek çështja e ndikimit të këtyre emrave, të këtij emri dua të them në raport me neve, por dua këtu të përmend një gjë që vjen ndërua që ndoshta e kemi përmendur shpesh herë. Është shumë e lehtë gjuhësisht dhe shumë e lehtë do të teorikisht të thuhet se të gjitha krijesat i drejtohen Allahut azza wa jall. Dhe ai nuk i drejtohet askujt. Mirë po ta përjetosh këtë vazhdimisht dhe ta ushqesh zemrën me këtë, kjo është këtë diçka tjetër ato. Është këtë diçka tjetër. Para mendo do të thotë sa ka krijesa në qiell dhe në tokë. Sado që ato larg shkojnë pi Allahut azza wa jall. Sado që ato largohen prej tij. Domosdoshmërisht ka rrugë të cilat i lidhin me Allahun xhallahu ala. Të gjitha në fund i kthehen Allahut xhallahu xhelaluhu. Për kërkesat e tyre, për nevojat e tyre. Prandaj ai i cili të gjithë i kthehen atij, ai i cili të gjithë i drejtohen atij, ai i cili nuk ka nevojë për askën, e të gjithë pa përjashtim
Pas ti, të gjithë kanë nevojë për te. Të gjithë kanë nevojë për te. Sa do që ty duket dikush se nuk po e konfirmon këtë, nuk po e shpreh këtë, sa do qoftë ai mik apo qoftë armik, qoftë i nënshtruar apo qoftë i rebeluar, nga çfarë do bote krijesash të jetë, kush do qoftë, ka nevojë për Allahun xhallahu ala. Jeta e tij, ecja e tij, zhvillimi i tij, të gjithë janë të lidhura me Zotin xhallahu ala. Nuk mund të ikë. Nëse këtë e ka dëshmuar Allahu xhallahu ala me emrin e tij Samad, të gjithë Allahun kanë nevojë për të. Prandaj edhe kombinimi i këtij emri me emrin e Allahut Ahad e japin këtë domethënë. Kul huwa Allahu Ahad. Ahad thuaj Allahu është një në ekzistimin e tij. Një në emrat dhe cilësitë e tij, s'është ngjashëm me ta askush. Lejse kemithlihi shay. Çka është Ahad? Një është. Askush nuk është si ai, as nuk është i ngjashëm me ta. Një është në krijim, një është në ekzistim si Zot, një është në furnizim, një. Allahu Samad, sikur që është një në gjitha këto, edhe ajo është i vetmi që veç për të njerëz kanë nevojë atë. Apo shiko këtë lidhje mes Ahad edhe Samad. Dhe nëse me këtë fuqi të këtij kuptimi dhe me këtë grumbullim të kësaj nevoje, këndohet sura Al-Ikhlas, padyshim se do ta ketë ndikimin tjetër në jetën e besimtarit. Jo që të këndohet si një sura e shkurt, kul wallahu ahad Allahu samad. Qase kjo është e shkurt, po në fjalitë e saj, por është ndoshta në kuptim më e thellë se tamam se 2/3 të Kuranit. Për shkak se kjo është 1/3 e Kuranit, por është 1/3 më e thellë e Kuranit. Prandaj e Samad, ai që të gjithë e synojnë, ai që të gjithë i drejtojnë, ai që të gjithë kanë nevojë për të. Pe kuptimit të emrit të Allahut As-Samad në raport me Allahun xhallahu ala është As-Samad ai që ka arritur kulmin e përsosmërisë në çdo sen. Andaj Ibn Qayyim rahimullah kur e komenton këtë emër thot në vend që të thuash i plot në dijen e tij, i plot në bujarinë e tij, apo i përkryer në fuqinë e tij, i përkryer në mëshirën e tij. Do thotë çdo të Allahu xhallahu ala, në vend që ta përmendësh një nga një, që ta dëshmosh se Allahu xhallahu ala thuaj Samad. Edhe kuptohet të tërë. Samad i bie ai që e ka fundin. Kuptim tonë se Allahu xhallahu s'ka fund, apo bujaria e tij, mëshira e tij, fuqia e tij, As-Samad. Do thotë nuk ka mbi të askush. Dhe nuk ka mbi emrat e tij dhe mbi cilësitë e tij askush. Prandaj ai është i ploti dhe i përkryeri në dijen e tij. Është i ploti dhe i përkryer në diturinë e tij. I ploti dhe i përkryer në fuqinë e tij. I ploti dhe i përkryer në bujarinë e tij, në mirësinë e tij. E në të gjitha ato që Allahu xhallahu ala e ka cilësuar dhe e ka emërtuar me to vetën e tij. Prandaj kur thua As-Samad, ti Allahu xhallahu ala ia dëshmon dhe ia pranon se është mbi çdo kënd e të gjithë janë nën te, çdo aspekt. Çdo aspekt. I ploti çdo aspekt. Prandaj edhe fjala më e dashur në Allahut azza wa jall që e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se janë dy fjalë të dashura tek Allahu xhallahu ala, po ndërsa janë të rënda në peshore, janë fjalë që vjen pikërisht nga ky emër As-Samad. Se fjala subhanallah i bie ai që atij i takon çdo përsosmëri dhe ai i cili është i pastër nga çdo emet dhe mangësi. Që kjo është fjala subhanallah. Të gjitha ato që janë të mira dhe janë të plota, Allahut i takojnë. Çdo gjë që është emet dhe është mangësi dhe është dobësi, Allahut nuk i takon. Tash sa ulemi ne dhe numërojmë nga një, edhe që nuk mund të numërojmë ato që Allahut i takojnë, ne themi subhanallah. Apo subhanallah. Fjala subhanallah është pastrim i Allahut azza wa jall nga çdo gjë që i është në vesh atij që nuk i takon. Sa njëri sot Allahut i vjen diçka që na kena një dhe s'kena një.
Lloj fjalësh që njerëzit janë veshin Allahut azza xal. E që janë mangësi, njëri nuk është i kënaqur ato vetes vetë mi thon. Nuk pritojnë mi janë vesh Allahut azza xal ato. Ne themi subhanallah, ne distancohemi nga çdo mangësi që njerëzit ja përshkruajnë Allahut azza xal. E ditëm ne apo nuk e ditëm. Dhe ne kur themi subhanallah, deklarohemi publikisht se ne nuk jemi me ata të cilët Allahu xhallahu ala e cilësojmë në mangësi. Prandaj ti je kujdesshëm. Se këtu mund të përfshihet pastaj edhe ndonjë mendim eventual i keq për Allahun xhallahu ala, qoftë për caktimin e tij shariatik, apo qoftë për caktimin e tij kozmologjik, apo qoftë në një veprim të caktuar kështu më radh. Prandaj edhe kur themi subhanallah, sikur që e pastrojmë Allahun xhallahu ala nga çdo emet, dhe distancohemi nga çdo njeri mbi fytyrë tokës, madje nga çdo krijesë që ka mundësi ti mvesh Allahut atë që nuk e takon, gjithashtu thotë Ibn Qayyim rahimullah edhe me thënien Samad, apo ne i jap përshkruajmë Allahu xhallahu ala tëra që ati takon në mënyrën më të përkryer dhe më të përsosur. Krejt, i dita unë emrat e tij apo nuk i dita? Dita unë të numëroj të gjithë ato që i takon Allahu xhallahu ala apo nuk dita? Unë me fjalën Samad të gjitha këto Allahu t'ia përnep. Sikurse këtë bëjmë edhe në shumë rrafshe tjera. Për shembull, ne besojmë në të dërguarit e Allahut azza xal, apo a e dim na këtë të dërguarit e Allahut xhallahu ala, nëse nuk kush bini vetë ata me emra që përmend Kur'an nuk i din. Asta me emra që përmend ka mos i dikush nuk i din. Mirë po, beson të gjithë ato. Na besojmë të gjithë të dërguarit e Allahut azza xal. Edhe pse me mira ka që kanë në tokë nuk i dim. Por jemi në gjendje me besim të plot në Allahun xhallahu ala, që edhe po i ditëm i besojmë. Po edhe nuk i ditëm, këtë dituri e lëm Allahu xhallahu. Ti e din kënë ke dërgu, apo e ona që ta që ti ke dërgu një besoj. Prandaj edhe këtu e Samad. Kur thua Samad, o Zot, unë e di se ti i përkryer. Po kia ndoshta nuk di shumë për ty. Po çato që e di që ti je më i miri apo. Ato që e di që ti i plotin këtë drejtim. Edhe di se në atë që e di për ty, nuk ka asë një tmet që mund të përvidhet, asë një mangësi, asë një njohë. Dhe këtë nuk e bëj as me gjuhën time, këtë nuk e bëj as me zemrën time, këtë nuk e bëj as me gjymtyrët e mia kështu më radh. Kjo është një kuptim me rëndësi i fjalës i emrit Allah xhallahu ala as-Samad. Prandaj ti je duke u fut në një marrëveshje apo interesante me Allah xhallahu ala sa të këndojsh surën El-Ikhlas. Je të konfirmu Samad apo sa është më i ploti. Vendimi i tij është më i drejti. Gjykimi i tij është më i drejti. Caktimi i tij është më i urtë. Kushtu ti thu Samad, gjitha këto përfshihen këtu. A ka mund të tani pas kësaj, pas i konfirmimi pastaj kur vijnë detalet e jetës të jetë pak më ndryshe. Nëse kemi kuptuar Samad nuk ka mundësi të më ndryshe atë. Andaj kjo është një kuptim me rëndësi i emrit të Allahut xhallahu ala as-Samad që ka të bëjë me të gjitha emrat e Allahut azza xal. Prandaj Samad fi ilmihi, në dijen e tij, Samad në bujarinë e tij, Samad në mëshirën e tij, Samad në fuqinë e tij, çdo gjë. Krejt çka thush për emrin e Allahut xhallahu ala apo kurora dhe kupa atyne që tregon madhështinë e çdo emri është emri i Allahut as-Samad. Kuptim tjetër i këtij emri, që sikur që e përmenda në fillim, nuk shkon larg prej kuptimeve që se këmë herët, ato plotësojnë njëra tjetrën. Është kuptimi që i ka dhënë vetë sureja, ku është përmend ky emër. A ka thonë Allahu xhallahu ala kul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kjo është kuptimi i emrit të Allahut as-Samad. Lam yalid, nuk e ka lindur askënd. Nuk ka dalë për ti askush. Wa lam yulad, e as nuk është i lindur. Se ka sjell dikush. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ose kufuan ahad, dy lezime të drejta që japin me kuptu se nuk është i barabart
edhe nuk është rival i tij ahad, askush. Askush. El kufu gjuhën arabe i thuhet kur dy njerëz, dy çifte apo kanë aspekte të barabarta mes veti. Prandaj edhe një prej rregullave të martesës kur dy çifte do të bashkohen, disa problemeve kanë kurzuar en yakuna kufwan ose kufan li sahibihi. Me qenë kufu pak, do më koni për afërt, jo me pa dërime të ndoja. Normalisht, gjendja ekonomike e dy çifte nuk ka me cent të barabartë. Sa i kiti çikaç, e duhet të çikaç me pas. Jo kështu ta thon. Po jo dallime të ndoja me pas, nga se mund ketë pasaj nënçmime dhe përbuzje të jetës. Apo nëse për shembull burri është 8 më i pasur se gruaja, shumë më i pasur. Mund që ta përdor ndonjë këtë për ta ndot ambientin e jetës bashkëtorë. Je kon më zvet ku kërnu që ku të kom nxirr. Për shembull, apo pse kjo turp njëri më onjë, sa thot njëri këtë. I po ndot ose e larga se gruaja thot ku je kon të kom nxirrën të kom bë. Ai ulemat për me x, kjo disa e kanë përmendur si kusht. Apo që të keni një farlloj gjendje të përafërt mes vete që të jenë të përshtatshëm njëri për tjetrin. E gjendje të përafërt me Allahun xhallahu ala wala yakun lahu kufuwan ahad. Askush e çon. Hiç askush. Askush. Lam yalid wa lam yulad. Dallimi mes Allahut azza wa jall dhe zotëve të tjerë shfaqet në mira apo edhe pa kufi. Fusha dhe mejdane dhe shkaqe kështu me radhë. Po këto Allah ka përzgjedhur një. Lam yalid. Që me këtë ka rënuar të gjitha zotrat që kanë adhuruar pas Allahut xhallahu xhallahu. Kur flet Allahu xhallahu ala për Isa alayhisalam dhe për nënën e tij apo çka thot? Kana ya'kulani at-ta'am. Ata hanë buk. Apo ai është i lindur. Andaj ka muçush ka mundësi me kon zot ai i cili është i lindur. Ka ardhur për dikujt. E kështu me radhë. Prandaj një prej emrave të Allahut, bi kuptimit të emrit As-Samad është, do të thotë se nuk ka lindur e as nuk e ka lindur askënd. E për ka ardhur? Për ka ardhur? E ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Anta al-awwalu fa laysa qablaka shay. Ti i pari, s'ka para ti e kush apo. Subhanallah, i pari është Allahu xhallahu xhallahu. I pari që s'ka fillim. Nëse na kena fillim. Çdo krijesë ka një fillim apo. Dhe këtë fillim e ka pi Allahu azza xhall. Prandaj edhe në bazë të tillë kupton dobësinë e çdo krijese. Apo fillimin e ka pi Allahu xhallahu ala. Ku do që të shkon? Çka do që të bën? E ka një mbarim. E që ky mbarim i tij është, mua aty ka qenë fillimi i tij apo. Wa anna ila rabbika ar-ruj'a. Te Allahu është kthimi çdo kujt apo. Çdo kujt do të thëtë tek Allahu subhanahu wa taala për dhën llogarin. E tëra so që ka bërë apo. Prandaj fillimi i çdo krijese është prej Allahut azza xal. Ai ka dhënë leje që të fillohet apo. Prandaj disa dietare kanë përmend se kur njeriu lind, pothuajse Allahu xhallahu ala i thot apo të dhëm leje për të filluar. Subhanallah, të dhëm leje për të filluar. E ke një emanet, filla pra të shikojmë se çfarë po bën. Dhe kështu është përfundimi kur t'ja jep Allahu xhallahu ala fundin dikujt, se fundi çdo kujt është në dorën e Allahut azza xal, do të pyetet për të njëjtin emanet që në emër të tij i është dhënë leja që të fillon jetën e kësaj bote. Prandaj fillimi është për Allahut azza xal. Nëse ai nuk ka fillim, ai është i pari, leysa qablahu shay. Anta al-awwalu falaysa qablaka shay, wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay. Dhe ti i fundit mas ti nuk ka askush. Këto katër emra që i ka përmend pejgamberi sa në vazhdim të lutjes, el-awwal apo el-akhir, el-zahiru dhe el-batin. Që japin kuptim emrit Allahut as-Samad në këtë pjesë që po flasim për të.
Andaj sikur që përmenda se kuptimi i rrodhës e emrit të Allahut Es-Samed është pikërisht i sqaruar në surën ku është përmend ky emër. Lam yalid wa lam yulad. Dhe një konfirmim i tillë kur vjen nga besimtari me bindje, padyshim se edhe ky ka ndikimin e vet në përmirësimin e gjendjes së tij. Një kuptim tjetër i emrit të Allahut Es-Samed, në raport me Allahun xhallahu ala, vije pikërisht nga kuptimi gjuhësor që e paralajmërova në fillim, se asnjë vendim, asnjë lëvizje, asnjë gjë në këtë botë nuk bëhet pa lejen e tij. Ky është Es-Samed, ai i cili pushtetin e tij e ka fuqimisht në dorën e tij. Sa njerëz për shembull, do na gjithë mund të jemi ata që jemi krye familjar, e udhëheqin familjen ata. Po ndodh që pikërisht çdo gjë, 100% çka bëhet në familje, çdo gjë ndodh me konsumimin tënd, nuk ka çfarë. Nuk ka çfarë. Nga sa është e pamundshme. Është e pamundshme. Njeriu ka, tash para mëna, do të ngjë pi ujë, a të pi do ujë. S'vetë gjithë kur për këtë punë. Të vetë pi ujë, s'vetë. Edhe është domthon normale me bëj këtë punë. Mos flasim për nevoja tjera. E mos flasim nga njëra për ndoshta prish në rende që ne vendosim po prishet. Edhe s'vetësh. Apo masa që ndërmerr masanej ka diçka tjetër. I pa komo se dikush me bë. Që aty ku ti e përgjigjesh diçka. Çka ti nuk din as ke marr vendim, ka mundësi atë. Dhe kjo sot që tjetë pushteti i dikujt apo i fuqishëm dhe ta ketë ndorë me gjithkund, çdo ku, çdo vend, apo shumë gjëra mund të bëhen dhe bëhen pa dijen, pa vendimin, pa qëndrimin e atij që udhëheq. Ndërsa veç As-Samed është ai që nuk ndodh asgjë në këtë botë pa lejen e Allahut azza xhelal. Asnjë vendim nuk mund të mirret nga askush, heq në tokë as në qiell. Nuk mund të mirë asnjë vendim pa miratimin e Allahut azza xhelal. Çfarë do qoftë ai vendim? Për të mirë, për të keq, për dobi, për dëm, për çka do qoftë. Le të jetë në fshehësirat më të mëdha, le të jetë në kulmin e sekreteve, le të jetë në pikën e territ, le të jetë në fundin e botës. Ku do qoftë? Nuk ka mundësi absolutisht. Nuk ndodh asgjë brenda asaj që Allahu ka kriju, përveç se me lejen e tij, përveç se me dijen e tij, përveç se me vendimin e tij, përveç se me miratimin e tij. Ne kur thua Samed, kujtoj këtë kuptim. Se nuk ndodh asgjë absolutisht, për mëna subhanallah, sa vendimi mirë të përën, këtë botë. Për mëna kur vendos bubreci me shku djath, e për mëna kur miza vendos me shku pak manalt, apo e për mëna, apo kur peshku vendos mu thëllu pak ma thella. E për mëna, për shambull, kur një gjethe vendos me ra. Të gjitha këto kur vendosin, apo vendosja atyne është e kurzuar me lejen e atij që është Es-Samed. Krejt. Çdo gjë. Edhe kur dikush dikujt don me i vë mirë. Edhe ajo është me limitin e atij që ka thonë Es-Samed. Edhe kur dikush dikujt do me i vë dëm, edhe kjo është me ato që Es-Samed. Nuk varet kjo nga fuqia e askujt, e as nga kurrët e askujt. Nga ne për shembull, njerëzit kur i friksohen një armiku. Çfarë do krijojë për njerëzve? I friksohen një armiku. Në bazë të shkafit rritet doza e frikës. Në bazë të dëmit që mund më shkaktuaj apo. Pse stutësh për një njeri që shtutur për 100-ve? Me hu me tonë, valla, njën nisë me të re, apo, njën të bëjt i qush. Me tonë, 100 vetë nisë, më ndrysh është, apo. Pse? Këta njerë, një veç të pak ma shumë jam, pse? Ata 100 në bëjnë dëmë ma shumë, apo. Ane sa ma te për njeri ju i friksohet, dëmë që i shkaktohet, ma te për i rritet frika, apo.
E Allahu xhallahu me emrin e tij Samet po do më të kallëzu se dëmi nuk ka të bëj me ato çka ai mund me bë. Nuk ka të bëj me ato çka ai dën me bë. Po ka të bëj me ato që ky që ka Samet i ka thonë që kaq ball më shumë smunesh. Andaj edhe sot njerëzit ka njerëz që për shembull në për lufta i kanë marrë 20 plumë, hala gjallë ato. Ka njëri apo që dikun pa ka prek u deka. Dhe nuk është kjo me breshri plumbash, apo as nuk është kjo çështje me turm njerëzish, as nuk është kjo me fuqi grupesh, por është me as-Samet. Ky Allahu Azza wa Jall. As-Samet për aq sa ka dhënë leje. Për aq sa e ka merituar. Andaj vendimi i Allahut është ai që më rëndësi. Kanë marrë vendim shtetet filone, sa s'ka marrë vendim, puna ka marrë fund apo. Në 100 vendime merrni ato. Po që sa kallaj me thonë ato. Apo po nuk është kallaj me i qëndru kësaj deklarate përpara ato. Që kjo më rëndësi, ndikimi në jetën tonë. Në qoftë se këtë shtetet e botës marrin vendim, këtë kanë marrë vendim, edhe kingun lajme në gazeta, kanë marrë vendim të gjithë që me e boni veprim caktuar. Qysh na e analizojmë këtë? Duhet analiza jonë normalisht në rrafën e sebepeve, në marrë sebepet, në sa me në rrim tash. S'po them kështu, ai marrëm sebepet. Por ka njerëz subhanallah, musliman i ka panika që madhe që as sebepet zinë me marrë, për panikës atë. Ka pa njëri kur të ka panika nuk din çka bën. Andaj emri Allah të sa me të qetësoj. Heqë panikën e punon. Angazho, ti ecë përpara, mundo me rezistu këtë vendimi. Mundo me i qëndru këti vendimi, mundo mos me e pranu, mundo me i largu. Mi po jo në panik, se të mërë vendime të ngutura, mërë vendime të pahishme, mërë vendime jo të mira. Që njëri kur është në panik, mund të marrë vendime që nuk ka njësi kur është i qetë, prit një pak se në të menu. Po, vendime duhet me marrë. Edhe duhet me bo plane për rezistencë. Mi po, veç bani në njënë e mentalat e Samet pa panikë. Unë mësë me të kapë, të rëta e mbo shumë, të shka në bojnë. Ato le që ka në bojnë. Qëka kime bo ti? Sa ta s'kanë mundësi me bo, pas sa e Samet i ka dhonë leja. Dhe kjo është kuptimi jam i të Allahut e Samet, se nuk ndodhë asë një qështje, nuk ka mundësi të prejet, apo të mirët vendimin të, për se me lejën e Allahut Azza wa Jalla. Edhe kuptimi tjetër i emrit të Allahut As-Samet dhe kuptimi i fundit që përmenda, do të përmendim 5 kuptime, pe kuptimet shumëta, po të shumica kuptime tjera që i kanë pranuar ulemat kthehen këto sillen, ose nga se këto mund të jenë kuptime të përgjithshme, e pastaj kanë ardhur disa dietarë i kanë detajzuar këto kuptime, mirë po në fundit të gjitha kthehen tek këto. Kuptimi i fundit që dua ta përmend është një kuptim interesant. Që të sërevi s'ka pas problem me e kuptu. Po njerëzit, do të me kalim në kohës, me dopsimin e besimit në zemrën e tyne, ka filluar pasaj të shfaqen vezvese ndryshme, që ka njëre s'kan qef me një për amatëllat o zhjera. Ose si po ka njerëz, për nuk kanë qef me një për shumë sifat Allah o zhjera. Pse? Tani po una vezvese, po mbjen tani dyqysh forma. Allah Gjellar është As-Samet. Një për kuptimi As-Samet është taj që ka ulemat la gjaufala. La gjaufala është taj që nuk ka brendi. Nuk është i zbrast për mërana se njeri apëtën. Apo njeri është i zbrast. Apo si është i zbrast, në ka nëve më mush me diqka. Barë këtë është i zbrast, ka nëve më mush, me ushqim. Apo është i zbrast, ka nëve me marfurim. Apo është i zbrast. Prandaj kur e ka kryer Allahu xhallahu Ademin alayhi salam, ka qenë i shtrim tokë, ende si ka shpirti. Ka ardhur shejtani e ka ditë që kjo është çaj që me to ka me pas bajegi puna atë. Si Allah ka më jap diçka që ti komë nxjerr bajegi të lash atë. Edhe shejtani i ka hyj ka goja iblisi, i ka goja Ademit alayhi salam e i ka dalë për mas. Ka thonë hadha khalqun daif. Ka thonë ka krijesë dopt. Pse? I çprast mrena aftën. Me diçka që do të më mush, është i varur. Apo e në çat varësi punën iblisi aftën. Vetë çati është fuqia e tij aftën.
Për asë se ne jemi të varëm për Allahut Azza wa Jall edhe e mushëm brendin ton me këtë varësi, s'ka çka bën ajo. Për asë se njerëz e ndimin të varëm për shembull, e ndimin të varëm për ushqimit, do të mund diçka të më punu, apo e bëj të hajde ka të kallëzim ku më punu. Që tu e ka, veç që ta e ka tani. Kur të kap ty sikleti i varësisë brana, apo me bomos me korru këtë varësi, këtë nevojë, këtë dobësi me Allahun xhallahu ala, që aty vjen mundësia ati për me çudi ku kus duhet. Që kaq. Apo, kurrë më shumë. Çdo sen që se kemi mush më atë çka duhet, e ka kaq përdor iblisi edhe ka mush më ato çka s'duhet. E tani për me çprazat të tina me mush tonën, don pak punë. Apo po çito komplet apo. Çito është komplet. Pra njerëzit duhet më mush me një frikë. Se njerëzit që brast, këtu duhet mush me një frikë. Nëse na kanë mush me frika pa lidhje, kur na kanë të vogël, apo çato frika është tonë ka rrit. Apo tash njerëzit tutën për të punë. Po pa mush pim fillim me frikë për Allahu Azza Jall, në zonë është, në mush me diçka tjetër. Jo, duhet më bëj dikujt. Duhet më bëj diçka. E tash kush ka mri pari me tut? Që kjo është ato? Ne në gjprast. Mësë Allah xhallahu ala nuk hyn të asgjë dhe nuk del për ti asgjë. Nuk është i nevojshëm për ushqim. Apo nuk është nevojshëm për pije. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Nuk e ka pas koti as gjumi as s'ka nevojë për këtë çështje. Nuk lodhet. Sikur se ka përmendur Allah xhallahu ala, se ka kriju qiejt e tokën. Wa ma masana min lughub. As Kurani mu lodh bela. Wa ma masana jo që nuk e na lodh. Po wa ma masana as për ngat sukun, as nuk është temë diskutimi lodhja. Qiejt e tokën. E man qiejt e tokën wala yauduhu hifdhuhuma. As nuk e lodh matja edhe kujdesi për qiejt e tokën. Shiko se rrin qielli 7 pol qiell, e çka s'kon qiell, e sa krijesa, sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atat as-sama wa haqqa laha an ta'at. Apo adin çka është atat as-sama? Kur ti për shembull mush diçka shumë, edhe nga mbushja e tepër fillon me pëlcit. Edhe zëri që lëshon pëlcitja që sa i thon atit. Apo kur pëlcitja lëshon zor. E thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se qielli është duke lëshu zërat pëlcitit, që e pëlcat. Me çka u mushum? Ka thonë pejgamberi sa me lajka. Mana sa me lajka është, la ilaha illallah. Që ngusht qielli për ta është. Kjo është shria Allahut Azza wa Jalla. Që gati pëlcet qielli nga fuqia e tyre. Sikurse e ka përmend i dërguari sallallahu alajhi wasallam se nuk kom pa mawdi ashibrin, parën qiell, ai tokë më konë shumë apo në qiell, apo kaq sa një pllom ka boshaj. E që nuk kom pa melek i cili rrin kom Allahut Azza wa Jall ose në ruku ose i bën sejdë apo. Gjitha, apo kjo fuqi, gjitha këto, sa krijesa, gjitha këto Allahu kujdes për ta. Gjitha këto Allahu i ruan. Gjitha këto Allah i furnizon. Wala yauduhu hifdhuhuma. Apo wala wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Është kursi Allahut Azza wa Jall, sikur se e kemi përmendur disa herë në hadith në Ibn Mas'udit radhiyallahu ta'ala anhu, se kursia në raport me Arshën është sa sikur se një halk, një rrethore dorës apo me gjujtë shëtin, sa në zënë vend. Që është kursia me Arshën. Apo Arshën paramene shkretit në madhe, e kursin paramene si një halk që e ke gjujt. Që është, me ta afru ka pak. Që është Arshën me kursin. Nërsa kursia e Allahut Azza wa Jall, që kjo e vogla me Arshën, në raport me qetë dhe me tokën, është si kurse raporti i kursin me Arshën. E pastaj raporti i tokës me një krijes qiellit të parë, diellit ku është, e cila është këtë në qiellin e parë apo. E çka ka në qiellin e dytë, e çka ka në qiellin e tretë, e katërt, e pestë, e gjashtë, e shtatë, këto Allah i mban ato. Ose a kursiyuhu as-samawati wal ard, wa la yauduhu hifdhuhuma. Nuk e lodh absolutisht, as nuk i bën problem,
As nuk e ngarkon hifdhuhuma, ruajtja e këtyre dyjave. Andaj, aja është e cili, do të thotë, nuk ka brendi, që nuk kupton, nuk ka nevojë për asgjë. E të gjithë kanë nevojë për të, sikurse e përmend në kuptimin e parë, dhe çdo krijesë e Allahut Azza wa Jall është në kujdesin e tij, ndërsa ai nuk lodhet se kujdesri këta njerëz. As to krijesa, as qet, as tokën e asgjë. Prandaj kur të lexoni nga njerëz mund të përkthehet bukfal, ai që nuk ka brendi. Ja s'u nuk kupton çka i bën s'ka brendi apo. Apo i bie që nuk futet në të asgjë, as gjumi, as kotja, as lodhja, këtë çka futet te na. Apo nuk ka çast tek Allahu xhallahu ala. As ushqimi, as pija, as asgjë. Dhe asgjë nuk del prej tij. As nuk del fëmijë prej tij, apo as nuk del krijesë prej tij. As nuk del asgjë prej tij. Sigurisht del për njerit apo. Apo sigurisht që del për njerit. Për një del frymorja e tij, apo ka dalje fiziologjike që ka nevojë, mos vet, apo bëhet problem. Një kënkej nga këto është i varur. Subhanallahu, që sa i leksh është apo. Ka nevojë edhe diçka me fundament, tani ka nevojë diçka me dal për jashtë. Nëse çto hyrja dhe dalja nuk janë përputhje, apo den më bëu kollaps të njëri apo. Problemi i madh apo. Që kjo është njëri apo. Andaj edhe armiku i tij e ka thënë daif. I dapt është, po më ke moshetit njërin, po më ke moshetit në për ta. I dapt. Veç aty ku ke mushme, la ilaha illallah, në zonë është. Që aty s'ka. E ku na kanë zonë për e mush, që aty është tani pak më problem. Ku të kanë zonë? Prandaj, që kjo është e që kanë thonë disa për djetarve, erdh epshi dhe e gjithë zemë në zbrast. Apo, u fut mrena dhe zuri vend atje. Që sot ndodhë këherë, pëtën. Njëri u mu lidh me një epsh saktum që tani ka problem me vite me largua, pëtën. Pse? Se e ka ardhë, e ka po një pamje, ka ndëgju diqka që e ka provoku e epsh e ti, e këtu s'ka gjithë diqka që ka i thotë, lese e se kur gjejqa, pëtën. Apo? Këse që pras njëri, e njëri që s'ka kur gjë, njëri kur s'ka po telefon. Kur s'ka po telefon. Me të në qëja qyta e ki, me që prejk full me dikon që i ka 10.000 km. Ati do këtë kja edhe modelin ma i ladh të shithmija s'ta merë për lodër, ati do këtë interesant. Pse e se s'ka kur gjë, që prast, qka t'je e prej merë atër? Mirë po me pova, kje me pas një verzion ma ti telefonit, apo, qka të nërtë dhe t'ja? Ja, për që është të kam, apëto, për që është të kam, dhe qka ma të mirë. Andaj, verzioni i gjithë të mire që vijen nga shariati është i fundit, modeli i fundit, son delmi të akor gjapëtën. Prandaj nuk mund, kur kush me të bojoshje, me thonë që, ja, e kom modelin e fundit, e kom, se jave për kur gjapëtën. Ama që kjo është brendia njërit, apëtën. Momentin kur dikush ta bën një model, pak para modeli që i kiti mrena klasik, këtë të mashtron. Të mashtron me herave. E shejtan nuk priton me prezentu modele, edhe versione, apo? Nga se ku gjonë që i fukara, ta jap ta lënë dorë modelin e tij, i cili pastaj të kushton shtrajt, apo se njëri kur e ka një model, problemi është se edhe ka problem me ndru, po para se me pas problem me ndru, e ka ma problem me marrë vesh se duhet me ndru, e ka mëra, apo këtë që s'ka nevojë, Allah e na ruajt, apo. Që kjo e bëndia e tij, apo. Pra sa tu samet, kuptoje me këtë samet atë që nuk futen të asgjë, nuk del për ti asgjë. E ti i lekst, pa e ti ki nevoj mu lidh me të, edhe me verzionet përfundimtare, me modelet e fundit, të asaj që njëriut i bën përshtypje edhe i bën knaci, që mos të mashtrojnë pastaj modelet e falsifikuara dhe të vjetruara të iblisit, i cili i përdor çato të njëjtit i ka. Pej që ka kriju Allah xhallahu adem në sam, çat verzion e koshit tonë. Çështoj prapambetur është apo. Para çfarë ofertë ta bën? Çat ofertë që 10.000 vjeç ato e kapton, edhe apet në duket përparimtare. Pa që 10.000 vjet e ke punë. Çfarë që ka marrë popullin në ujë, çfarë i marrë ato njerëz? Çaj verzion është. Nuk ka në verzion ai më interesant. Çaj është. Gjithë i ka marrë njerëz me gra, pastaj i vërtet me gra. Gjithë i ka marrë me pasojë që po njëjtë është ai verzion. Dhe njerëzve duket subhanallahu marrja e versioneve 10 shumë mira vjeçare të tjera,
përpara imamëve. Nërsa aja që Allah e ka prezantuar është modeli i fundit, që s'ka pas ti, s'vjen diçka më e mirë, apo siç që ka ardhur në fjalën e Allahu xhallahu ala dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj le të kujtojmë këto kuptime të këndimi i surës El-Ikhlas, le të kujtojmë këto kuptime të thirrut Allahu xhallahu ala me emrin e tij As-Samad. Andaj do ndrua këto janë disa kuptime të cilat dietarët i kanë përmend në lidhje me emrin e Allahut As-Samad. E përmend edhe më herët se janë përmendur kuptime të tjera. Është thënë për shembull As-Samad është ai që është El-Baqi, ai që mbetet përgjithmonë, apo dhe çdo gjë shkatërrohet. Ky kuptim është i ngjashëm me ato që cekëm më herët apo. Edhe kuptime të tjera që i kanë përmendur dietarët po thashë që në total nuk dalin jashtë këtyre 5 kuptimeve që i përmendëm. Prandaj është mirë që këto 5 kuptime të kemi vazhdimisht parasysh, nuk janë të gjata, nuk janë të vështira, të njohim dhe të mundohemi që ta programojmë zemrën tonë dhe mendin tonë që sa të themi Allahu Samad, të gjitha këto kuptime të aktivizohen, aktivizim të fuqishëm që mposhtë çdo sfidë, të lashe, problem që ne kemi në jetën tonë të përditshme. E pastaj në njërin e këtyre kuptimeve do të nxjerrim inshallah në pjesën e dytë edhe ndikimet e duhura të këtij emri në jetën tonë të përditshme, që të përmirësohet gjendja jonë edhe të forcohet në kuptim pozitiv të qëndrueshmërisë dhe stabilitetit të forcohet zemra jonë. Allahu xhallahu ala elos që Allahu të na mbush zemrën me njohjen ndaj tij, dhe të na përmirëson besimin e të, dhe të na mundson që në hijen e kësaj njohje të jetojmë këtë botë dhe Allahun të takojmë faqebartë. Me kaq po japim fund kësaj pjese, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.